prej vitit 1998-1999. Dje ishte rasti dukshëm, sepse ne kemi parë disa raste prokurorin ose duke i marrë copëzat të dëshmisë, qoftë edhe të dëshmive të Amerikanëve të tre njerëzve që kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishëm, i referohem James Rubin, Chris Hill dhe Wesley Clark, të cilët në pjesën e prokurorisë ndërmarrin pjesë të tyre dhe interpretojnë pa patur kontekstin historik dhe kulturor dhe kohor të gjës, për cilën ne kemi qenë në seancën gjyqësore kur të tre dëshmitar kanë diskutuar. I referohen faktit kur prokurori tha që linja amerikane ka qenë e manipuluar nga zoti Thaçi dhe sigurisht që aty ka patur, po themi, një lloj edhe kuptimin në seancë gjyqësore që kjo ishte një term, duhet thënë, ose realisht naiv ose dashakeqës, sepse të mendosh që linja kryesore amerikane në cilën ka marrë pjesë në këtë luftë pas kështë qenë e hipnotizuar apo e keq informuar nga zoti Thaçi, që aso kohë ishte thjesht një drejtues politik, ishte paksa jo realiste nga ana prokurorisë. Denat, përpos qëndrimeve të vetë mbrojtjes, si proces për mbrojtjen, për deklarimet, pra, si shihet? Ka një lloj optimizmi që një peshë e rëndësishme luajnë në këtë rast deklaratat apo dëshmit që janë dhënë nga Amerikanët në këtë rast, paktën cilësuara si më të rëndësishme, por edhe për punën e mbrojtjes që e pam javën e kaluar. Pra ka një lloj jo qëndrime të tyre, duhet i referojmë se si shihet nga jashtë. Jo, mund të themi edhe qëndrimet të tyre, se përgjatë disa herë në këto 3 vite kemi patur mundësinë të kemi intervista nga palat mbrojtëse, sigurisht konform gjithë rregullave që ata ndjekin, sepse betejë atyre, siç edhe avokatrit në momentet kur ne flasim me ta, edhe off the record, unë ka patur mundësinë me njërin prej tyre të komunikoj dje, ka një të vërtet kur ata thonë që, po themi, të gjithë atë që ata bëjnë, e bëjnë brenda seancës gjyqësore, dhe nëse i referohen disa herë mediave, i referohen për shkak se e dinë se sa e rëndësishme është kjo në Kosovë dhe në Shqipëri, i gjithë ky proces. Dua të them që vetë mbrojtja e zotit Thaçi, po edhe e 3 liderëve të tjerë, kanë deklaruar disa herë edhe përpara nëntorit kur ul dëshmitari i parë James Rubin që do të mjaftonin edhe vetë dëshmit e prokurorisë për të parë se në fakt jo vetëm që nuk janë arritur ato që kanë pretenduar në akt akuzë, duhet kujtojmë që ka patur edhe ndryshim të akt akuzës nga ana e prokurorisë për shkak se nuk ka arritur të provojë. Duhet gjithashtu të listojmë faktin që një pjesë e dëshmitarëve nuk kanë bashkëpunuar nga 200 që ishin premtuar, diçka 100 pak më shumë kanë ardhur në seancën gjyqësore apo nëpërmjet shkrimit, sepse ka patur disa forma. Vetë mbrojtja ka qenë pozitive, duke thënë që dëshmit kanë qenë të mangëta dhe të dobta dhe mbi të gjitha nuk arrin të atribojnë asnjë nga krimet që kanë ndodhur drejt për drejt me prokurorinë. Megjithatë, prokuroria ka patur një problematik që ne kemi hasur dhe kemi dëshmuar në këto muaj, kur ka patur, është nisur duke thënë që duhet mbajnë po themi përgjegjësi penale individuale secili prej tyre, pra 4 liderët, por në një lloj përgjegjësie të linjës komanduese të UÇK-s. Pra dua ta shpjegoj për publikun si Klajda, ata kërkojnë që zoti Thaçi, zoti Veseli, Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli, të 4 ata, të marrin me mend se dikush i cili ka veshur uniformën e UÇK-s në çdo cep të territorit të Kosovës, të kishin qenë në dieni edhe nëse ata kanë bërë krime të cilat mund të kenë qenë individuale, krime të cilat mund të kenë qenë në formë hakmarrje, pra duan të veshin një linjë komanduese me faktin që do të duhet të kishin qenë në dieni. Ndërkohë që po të marrësh elementin e gjykatësit dje, ai vendoste në parashtrim të pyetjes që ai tha, të një ushtrie apo të një grupimi njerëzish të cilët ishin të armatosur dobët, pra